Për shumë kohë me xhaxhain tënd, cilin e quan Agji Cal. Afërdita e përmendë dhe ti, sot ka qenë një ditë goxha e rëndë emocionalisht për mu. Qoftë nga aspekti nëse flasim jam gëzu, po njëjtën kohë dhe jam lëndu, ashtu se me lanë është mirë ato pjesa kur kemi hy edhe kur e kam po ishte goxha vështirë me lanë pas dhe duke ditë se ku po e lësa në një ambient mbyllur dhe ishte një ditë goxha vështirë për mu, po bëhen vetë se 5 vite që në shtator konkretisht bëhen 5 vite që nga hera e parë kur jam përshëndetur ashtu me Agjën dhe sot ishte edhe përshëndetja e radhës dhe ai momenti më emocional ishte vetë kur vendosa me hy edhe kontrollat, pastaj gjitha ato është dosh me kalu në 2 kontrolla, vazhdu tutje dhe momentin kur e kom për herë të parë, ashtu më falni se nështë atë me pas emocione edhe pse kom taku para ditë po e ke pritur këtë ditë pashmangshme dhe pikrisht dhe kur kom hy vetë edhe i dëgjojsh aty që ka ardhur dhe he's here edhe në çato momente u ka një farë ndjenje që e kom përjetu goxha rënd, ashtu se kur hyra aty brenda ishte nalë dhe gjaqta pas ke ndryshu tha shumë. Edhe se di, ai realisht ishte pak më në hall, po tham ashtu më i dobët se si që jam mësuar me pas zakonisht. Po që afërdita motivimi i tij dhe po edhe njëherë? Si ishte me shëndetin? A mbaj i fort? Moralisht po, emocionalisht po, por kështu me po ishtë dupsu pak kish rom tesh dhe pasaj ai momenti që nuk mund ta më përmbajt, realisht kur e bosh për herë të parë ishte goxha problem, nuk